Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në serinë tonë të podcastit Shine, ku eksplorojmë ide dhe çështje që formësojnë kulturën tonë demokratike. Unë jam Alex. Dhe unë jam Bruklina. Sot do të zhytemi në temën e privatësisë. Le të shohim pse mbajtja e disa gjërave për vete nuk ka të bëjë vetëm me shmangjen e pyetjeve të sikletshme, por me mbrojtjen e demokracisë sonë. Mirë, mendojeni këtë. A keni klikuar ndonjëherë pranoj te kushtet dhe termat e ndonjë aplikacioni pa I lexuar fare? Apo ndoshta keni vënë re ato reklamat që ju ndjekin gjithandej në internet, menjëherë pasi përmendi diçka në një bisedë? Po, është e frikshme ndonjëherë. Imagjinoni sikur dikush të kishte një çelës magjik për gjithë jetën tuaj digjitale. Të gjitha mendimet, zgjedhjet, identitetin tuaj, a do ja dorëzonit? Me shumë gjasa jo. Por pyetja thelbësore që duhet të shqyrtojmë sot është, në jetën tonë gjithnjë të lidhur me rrjetin, sa nga ajo që bëjmë dhe ndajmë është vërtet private? Dhe më e rëndësishmja, pse kjo ka rëndësi për te faktit që mund të ndihesh paksa në siklet? Kjo është një pyetje shumë e madhe dhe me rëndësi. Privatësia është përfshirë në Deklaratën Universale të Drejtave të Njerëzit si një e drejtë themelore njerëzore që në vitin 1948, dhe si çdo e drejtë tjetër, ajo mbart një përgjegjësi thelbësore, e cila është jetike për demokracinë. Pikërisht. Gjithashtu, fleta informuese e Parlamentit Evropian për mbrojtjen e të dhënave personale thekson se mbrojtja e të dhënave nuk ka të bëjë vetëm me privatësinë, por dhe me mbrojtjen e demokracisë dhe lirive individuale. Sepse sa më shumë të di dikush për ju, aq më shumë mund t'ju ndikojë. Pra le ta nisim me këtë ide të madhe, privatësia si një e drejtë dhe përgjegjësi demokratike. Privatësia nuk është thjesht një e drejtë në një listë. Ajo është thelbësore që të ekzistojnë dhe liritë e të tjera. Si për shembull, cilat? Mendo për lirinë e shprehjes, mundësinë për të dalë me miq, për të pasur besimet e tua personale. Nëse ndihesh se je gjithmonë nën vëzhgim, sa I lirë je ti të jesh vetvetja? E vërtet, do filloje të vetë censurohesh vazhdimisht. Pra, nuk ka të bëjë vetëm me mbajtjen e sekreteve, por me krijimin e një hapësire për të qenë vetvetja, për të eksploruar ide pa frikë. Saktësisht. Privatësia mundëson zhvillimin personal. Ajo mbështet aftësinë tënde për të ushtruar liritë dhe për të marrë pjesë plotësisht në shoqëri. Dhe për ta theksuar këtë edhe më shumë, mendo për votimin sekret. Votimi në mënyrë private nuk ka të bëjë vetëm me ndalimin e rishfeteve. Ka të bëjë me faktin që nuk ke pse të japësh llogari askujt për votën tënde. Pa këtë privatësi, presioni apo frika mund të ndikonin në rezultate, veçanërisht për grupet e cënueshme. Sakt. Privatësia mbron barazinë dhe drejtësinë. Ai gjithashtu krijon një kufi midis jetës tënde personale dhe botës publike. Kjo ndarje ka rëndësi për mos pajtimin e sigurt, mendimin kritik dhe për më tepër aktivizmin. Dhe kur kjo ndarje fshihet ose mjekullohet, kur shteti dëshiron të di gjithçka dhe të kontrollojë gjithçka, ndoshta po flasim për një shoqëri autokratike. Mendo për atë që Stasi bënte në Gjermaninë Lindore. Po, Stasi, policia sekrete e Gjermanisë Lindore, një nga agjencitë më përgjuese dhe më efektive të policisë sekrete në histori. Ishte ekstreme. Vlerësohet se një moment të caktuar 1 në 6 të rritur ishin informator civil të Stasit. Ata monitoronin postën, telefonatat, madje vendosnin pajisje përgjimin dhe në shtëpi. Ditarët personal, miqësitë, marrëdhëniet romantike, madje dhe shakat mund të përdoreshin si prova për aktivitete nënshtruese. Wow, imagjinoje frikën e njerëzve duke mos ditur kush mund të ishte duke dëgjuar ose vëzhguar kudo që ndodheshin. Si mund të organizoheshin grupet opozitare? Diçka e ngjashme me atë që ndodh në kryeën e veriut sot. Fatkeqësisht sisteme të tilla nuk ekzistojnë vetëm në librat e historisë. E trishtueshme, por e vërtet. Mirë, le të ndryshojmë pak temën. Le të flasim për fuqinë që ka njohja e informacionit për njerëzit dhe pse ka rëndësi se kush ka akses te të dhënat tuaja. Me fjalë të tjera, pse është e rëndësishme të kuptosh dhe të menaxhosh gjurmën tënde digjitale.
Kjo është interesante. Ka një term që kam lexuar në një raport të Shërbimit të Kërkimeve Parlamentare Europiane. Quhet kapitalizëm i mbikëqyrjes. E ke dëgjuar ndonjëherë? Kapitalizëm i mbikëqyrjes? Sigur të dhënat e tua shndërrohen në fitim pa dijenin tënde, por jam e sigurt që ti e ke për kufizimin e plot. Ke goditur në shenjë. Sipas profesores së Harvardit, Shoshana Zuboff, e cila e krijoi këtë term, kapitalizmi i mbikëqyrjes është një model ekonomik ku klikimet, kërkimet dhe vendosjet tona shndrohen në produkte. Këto shiten te kompanitë që duan të parashikojnë dhe të ndikojnë sjelljen tonë. Pra, në vend që të shesin produkte, ato po na shesin neve, ose më sakt, parashikimet për sjelljen tonë. Saktësisht, madje dhe sa shpejt lëviz gishti duke rëshqitur në ekran, bëhet një burim informacioni. Mendo për telefonat, aplikacionet, rrjetet sociale, orët inteligjente e tjerë. Orët inteligjent, asistentët me zë. Pikërisht, platformat për abonim dhe pajisjet inteligjente mbledhin vazhdimisht të dhëna për ty. Lokacionin tënd të sakt, lidhjet sociale, të dhënat e shëndetit, ndoshta orientimin seksual, madje edhe zërin apo gjurmët e gishtave. Gjëra unike që të identifikojnë ty. Sigur çdo klikim, trokitje apo lëvizjen tënde të ishte një crumb, pra një thërrime në një rrugë që të çon drejt teje, o sot. Nuk mund ta kisha shprehur më mirë. Dhe të gjitha këto të dhëna janë jashtëzakonisht të vlefshme. Një grup gjigantësh të teknologjisë përfitojnë duke mbledhur të dhëna, duke analizuar dhe shitur ato të dhëna tek kompani të tjera për reklama apo edhe për marketing. Kjo pikërisht shpjegon pse marr reklama dhe para se ta përfundoj një fjali. Sakt, por nuk janë vetëm reklama, bëhet fjalë për formësimin e sjelljes. Merr shembull Uberin. Pasagjerët dhe shoferët vlerësojnë njëri tjetrin duke krijuar presion për të vepruar në një mënyrë të caktuar gjatë gjithë kohës. Zuboff paralajmëron se ky lloj sistemi e minon autonominë. Ai zëvendëson marrëdhëniet reale me sisteme të monitorimit konstant dhe shpërblimit apo ndëshkimit. Hey, kjo më kujton totalisht një episod të Black Mirror, nëse dive, ku çdo ndërveprim social vlerësohet dhe protagonisti përfundon në burg pas një serie ndërveprimesh të papavorshme që e bën rezultatin social të asaj të blerë. Nuk e kam parë. Padyshim që duhet ta shikosh. Është kaq e lidhur me gjithçka që po diskutojmë këtu. Atëherë duhet të sigurohem që ta shikoj, por kam frikë se nuk është vetëm fantazi. Kina tashmë ka një sistem real krediti social. Çfarë blen, kënje, borxhet e tua mund të ndikojnë tek rezultati yt. Dhe ai rezultat vendos nëse mund të udhtosh të marrësh një kredi apo edhe të regjistrosh fëmijët në disa shkolla. Kjo është e frikshme, do të thotë se dhe zgjedhjet e vogla bëhen të rrezikshme. Po, dhe pikërisht për këtë arsye, mbrojtja e të dhënave është bërë kaq e rëndësishme. Kjo është edhe arsyeja pse ekzistojnë rregullat europiane për mbrojtjen e të dhënave personale. Po, ato rregulla. Por të them të drejtën, mendoj se shumë njerëz nuk e kuptojnë qartë se çfarë do të thotë në praktik. Aleksa, mund të na shpjegosh shkurt? Sigurisht, këto rregulla synojnë t'u japin njerëzve më shumë kontroll mbi informacionin e tyre personal dhe të sigurojnë që institucionet dhe kompanitë ta përdorin atë në mënyrë të drejtë dhe transparente. Kjo në fakt tingëllon shumë pozitive, po konkretisht çfarë nënkupton? Në thelb ka disa parime kryesore. E para është transparenca, duhet të dish qartë çfarë informacioni mblidhet për ty dhe pse. E dyta është përdorimi i kufizuar, të dhënat e tua duhet të përdoren vetëm për qëllimin për të cilin janë mbledhur. Për shembull, që një aplikacion të mos përdori fotot e mia për diçka krejt tjetër? Pikërisht, vetëm për atë që ke pranuar dhe që të shpjeguar më parë. Mirë, dhe parimi tjetër si është? Parimi i radhës është mbledhja minimale e të dhënave. Merren vetëm informacionet që janë vërtet të nevojshme. A keni ndonjë shembull për këtë? Sigurisht, supozojmë se po regjistrohesh të një buletin digjital. Ata ndoshta ka nevojë për emailin tënd, ndoshta edhe për emrin tënd të parë. Por ata nuk ka nevojë për adresën tënde, për numrin e telefonit apo për ditëlindjen. Kjo do të ishte një mbledhje e tepruar. Prandaj kemi saktësinë, të dhënat e tua duhet jenë të sakta dhe të përditësuara, dhe nëse janë të gabuara, ke të drejtën t'ju kërkosh që ato t'i korrigjojnë. Kuptueshëm.
E pesta, kufizimi i ruajtjes. Të dhëna duhet të fshihen kur nuk janë të nevojshme. Si informacioni që ke dhënë për të regjistruar një konferencë, duhet të fshihet pas ngjarjes, përveç se nëse ke zgjedhur të marrësh buletinin. Atëherë ata mund të mbajnë vetëm emailin tënd. Okej, shumë kuptueshëm dhe e fundit? Integriteti dhe konfidencialitetit. Të dhënat e tua duhet të mbrohen nga rrjedhjet apo keqkuptimet. Mendo për enkriptimin, fjalimet të forta, asnjë shpërndarje dyshim. Dhe nëse ndodh një shkelje, kompanitë duhet të informojnë ty dhe autoritetet shumë shpejt. Mirë, faleminderit Alex. Mendoj se ky udhtim i vogël na ndihmoi të kuptojmë se si kjo rregullore e BE-s na fuqizon dhe mban kompanitë përgjegjëse. Por, tani pyetja natyrale është, çfarë do të thotë gjithë kjo për ne, për ata që po na dëgjojnë tani? Si mund ta përdorin të rinjt këtë njohuri në jetën e tyre reale? E po, së pari, përpiqu të kuptosh vërtet pëlqimin, para se të klikosh pranoj. Pra, por çfarë po pranon në të vërtet, çfarë të dhënash dhe pse i duan ata? Me kë po i ndajmë? A do të dojmë të vërtet që të pranohet të gjitha cookies? Po, shumë e drejtë, sepse ndonjëherë mënyra se si prezantohen informacionet duket shumë mbi ngarkuese ose e fshirur në tekst ligjor pafund. Prandaj është mirë të mbështesësh platformat që janë transparente dhe japin zgjidhje reale. Kërko platforma që ndjekin privacy by design, ku mbledhja e të dhënave nuk është standard, dhe ndoshta kontrollo cilësimet e telefonit tënd, si për shembull lejet. Ai duhet realisht atij lokacioni yt 24/7? Besoj se jo, dhe do të shtoja që kjo shkon në të dyja drejtimet. Mbro privatësinë tënde, sigurisht, por bëj përpjekje të mbrosh dhe privatësinë e tjerëve. Tjetër herë që do të postosh ose të etiketosh njerëz dhe foto nga festa e djeshme, pyetini një herë më përpara. Një mesazh i shpejt ose mendo 2 herë para se të dërgosh mesazhe private, të bësh screenshot ose të ndash informacione që dikush qartë nuk do donte t'i bënte publike. Respekti digital është pjesë e përgjegjësisë digjitale, mos e harroni. Në fakt e dua këtë. Pra, nuk bëhet fjalë vetëm për të mbrojtur privatësinë tënde. Bëhet fjalë për të krijuar një kulturë që e respekton atë. Eksakte. Dhe më shumë se kaq, bëhet fjalë për ndërtimin e një kulture ku privatësia respektohet si standard. Dhe pjesa e bukur është se ka organizata dhe lëvizje në të gjithë Europën që e bëjnë këtë. Do të na tregosh më shumë? Me kënaqësi, një shembull i bukur është None of Your Business. Më fal, çfarë? None of Your Business është emri i organizatës, e themeluar nga Max Schrems, një aktivist privatësie nga Austria, që ka fituar raste të mëdha gjyqësore kundër gjigantëve të teknologjisë, si për shembull Facebooku. Nuk mund të jetë. Ai djalë është legjend. Më duket se e kam parë një dokumentar ku ai mori një nga rastet më të mëdha të privatësisë së të dhënave në Europë. Po, ai është. Për të gjithë dëgjuesit tanë, rekomandojmë të vërtet të vizitoni faqen e tyre. Ka shumë gjëra aty për ju, shpjegime të qarta të rasteve kryesore të privatësisë, mënyra si kompanitë të keq përdorin të dhënat, mjete praktike për të ndërmarrë veprime, template për kërkimin e të dhënave tuaja ose raportimin e shkelje. Vërtet ja vlen që ta vizitosh. Kjo është fantastike. Një mburojë reale për përdoruesit. Çfarë tjetër ekziston? Një tjetër që ja vlen të përmendet është Big Youth Panel, pjesë iniciativës Better Internet for Kids, TBS. Po, kjo është ajo që bashkon adoleshentët dhe të rinj nga e gjithë Europa, apo jo? Po, paneli takohet rregullisht për të diskutuar si të bëhet interneti më i sigurt dhe gjithëpërfshirës, dhe në fakt jep këshilla për politikbërësit, zhvilluesit e teknologjisë dhe edukatorët. Ky është një model kaq fuqizues. Të rinj me të vërtet kanë vendin e tyre në truez. Po, është një shembull i shkëlqyer i pjesëmarrjeve të rinjve në qeverisjen digjitale. Mund të mësoni më shumë ose të angazhoheni përmes betterinternetforkids.eu. Ata gjithmonë kërkojnë të lidhen me qytetarë digital, të rinj që duan të bëjnë ndryshim.
Dhe kjo mbyll udhëtimin ton të tërësishëm, sepse sot kaluam nga privatësia si një drejtë njerëzore tek kapitalizmi i mbikëqyrjes, deri tek të rinj që formosojnë të ardhmen e politikës së privatësisë në Europë. Shpresojmë që kemi treguar se privatësia nuk është vetëm një koncept abstrakt ligjor, është themeli i lirisë dhe demokracisë sonë. Sakt, edhe pse mund të duket mbingarkuese, veçanërisht në një botë ku të dhënat mblidhen kudo, është e rëndësishme të mbash mend, ke më shumë fuqi se sa mendon. Po, mos bjerë në kurthin e po, ata kanë të dhënat e mia, gjithsesi çfarë është kjo? Ai mendim thjesht i dorëzon zërin tënd. Privatësia është fuqi dhe rikuperimi i saj është i mundur. Pra, qëndroni kurioz dhe qëndroni të fuqizuar. Dhe mbi të gjitha, vazhdoni të shajni një dritë mbi vlerat që kanë rëndësi. Faleminderit shumë që na dëgjuat. Faleminderit.